9 qershor, çoni, luftoni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt, por dhe e Focus TV. Përplasja midis Musk dhe Trump është diçka që është në gjakun e shoqërisë amerikane. Pra përplasja të mëdhenjve. Ka qenë Adams me Andrew Jackson, George Armstrong Custer me George Patton, Ali me Fraser. Dhe ky duel i madh titanësh, pra kjo përplasje në kolosseun modern politik amerikan, ka bërë që një pjesë e madhe amerikanësh ta ndjekin dhe të vënë bast se kush do të fitojë. Natyrisht që në këtë përplasje të dy njerëzve egoist, fitues do të jetë Trump. Pra njeriu më i pasur në botë, përpallë njeriu më të pushetshëm, do të gjynjëzohet. A ka drejt Elon Musk? Ka drejt, sepse Trump tregohet mos mirënjohës. Pa $290 milion të Elon Musk, Trump nuk do të ishte fitues. As Kongresi nuk do të ishte marrë, gjithashtu edhe Senati. Superpaku i tij ka probleme. Kur Elon Musk kërcënon me dosit e Epstein, që ka përdunime, ku disa video me fotografit të Trumpit kanë dalë, dihet lidhjet e Trump me të, por në qoftë se do të kishte pas gjëra të rënda nga videot e filmuara, a nuk duhet i kishte nxjerr administrata e Blinkenit dhe Bidenit? Megjithatë, sekretet e Muskut janë se si ka operuar superpaku i tij që pagoi $290 milion për Trump. Ka shkelje të ligjit federal aty. Natyrisht që Elon Musk është një figurë që është mbështetur nga e majta amerikane. Dhe kompanitë e tij kanë pasur subvencione qeveritare. Fakt. Trump e kërcënoi që do të kanceloj kontratat federale. Nuk është aq e lehtë, aq më tepër për motivi është politik, si në këtë rast. Musk është autist, genial në makinat elektrike, bërë revolucion, në Spice, në hapësirë, në Starlink, në satelitit që çon internetin kudo. Pra është një nga kokat që ka zhvilluar diçka të pa imagjinuar më parë. Por nuk është politikan, siç do thoshte jati i tij. Dhe Trump është akmarrës. Me këtë Trump tregon që askush nuk është i sigurt me lidhjet me të. Po të shikosh kabinetin e zotit Trump, jo loyal, filthy. Filthy është një etiket për në mesjet, në feudalizëm. Pra, si silleshin bujkëror ndaj feudalit. Këtë lidhje ka, dhe mbledhjet e kabinetit zotit Trump, ku i detyron sekretarët e departamenteve, flasën sikur përpara tyre është Putin ose ai i Kores, tregon që Trump ka probleme të mëdha. Por ka dhe probleme shëndetësore. Dje në disa video është parë që ka qenë duke u rrëzuar në shkallë të avionit, është 79 vjeçar, ai ka një problem tjetër se është 40 taban, dhe këpucët i mban gjithmonë në numër më të madh. Në atentatin kur donin ta vrisnin dhe plumbi i preku veshin dhe u gjakos, fjala e tij e parë që ishte my shoes, i ka problem. Ndaj, edhe mandatin e parë kemi parë disa video ku mezi zvret shkallët kur flisen në një akademi ushtarake. Ky është Trump. Trump thotë që është si monark, vendos vetë, jo, është projekti 2025, projekti i Heritage Foundation, dhe çdo gjë po zbatohet pik për pik nga i programi i madh, nga i projekt. Dalja ushtrisë në rrugë. Trump e ka ndruar këtë. Dje trena kanë sjell tanke në Washington DC. Pamje jo të këndshme, do të vinë për një paradë ushtarake. Ai thot për 250 vjetorin e ushtrisë amerikane, çka përkon me datëlindjen e tij. Në 14 qershor ai 79 vjeçar. Parada kushton miliona $, do të dëmtojnë rrugët e Washingtonit.
Kujtoni paratët ushtarake dikur diktatorit Hoxha në Shqipëri. Nuk ka drejt presidentit nxjerr gardën kombëtare. Gardën kombëtare kërkon guvernatori i shtetit. Sepse ajo që ndodhi në Kaliforni nuk ishte në atë grad sa për të dërguar gradën kombëtare. Pra ai tregon forcë. Dhe ndodh ajo që federalizohet garda kombëtare. Pra gjendet një pretekst, ka ndodhur një herë ose dy herë, mbaj mend dikur kur në kohën e presidentit Bushit plak, u vran 2-3 Afrikan-Amerikanë dhe Los Angeles u dojq. Do të shikojmë si është qasje e Trump ndaj revoltave, protestave të dhunshme, në krahasim me Bidenin, kur me Black Lives Matters, me miliarda dollar dëme, shkatrime të disa komisariateve policie, të një gjykate të paktën, dhe shteti nuk ndërhyri. Sepse Afrikan-Amerikanët kishin drejt të shkatronin, ndiqnin, bënin çdo gjë. Dhe gjatë rrugës, lideri drejtuesit të Black Lives Matters u zhytën në korrupsion absolut, e provuar me fakte, blen vila, pallate, prona private, drejtuesit të sponsorizuar nga Soros, që në fakt duhet ta shqiptojmë Shorosh, me drejt shkrim shkruan se shqiptohen, siç është Erdogan dhe Erdogan. Pra Shorosh, i cili arriti të fusë helmin midis Musk dhe Trump. Dhe përplasja e fundit fizike ishte me njeriun e Sorosit në departament thesare, sekretarin Besant, i cili i ka thënë dhe mashtrues është thonë dhe Musk e ka goditur, i ka thënë F you, klysh Sorosi. Sorosi vazhdon të kontrollojë segmentet atij që ne quajmë deep state, nuk është e lehtë. Elon Musk provoi të shkunte kënetën e Washingtonit. Do t'i shkurtonte $2 trilion, nuk e lanë. Solli fakte përbimshme me USAID-in, për sytetliqje me miliona dollar që paguheshin në Afrikë nga Amerikanët, për festat gay, për emisionet gay. Gjithashtu, nëzori që me miliona Amerikanë janë nga 150 vjeç dhe marrin pensione. Kjo i tmerroi establishmentet. Dhe në intervistë fundit ai tha që ata duan mua të më vrasin. Kontratat mashtruese në Pentagon. Njerëz që kanë marrë kontratë për 3 muaj dhe vazhdojnë paguhen me vite e vite tëra. Do të largohej Elon Musk. Trump nuk e kuptonte këtë. Trump natyrisht nuk e duronte dot, se ishin dy njerëz me ego të madhe. Dhe dy egoist nuk mund të rinë dot. Ai sa të gjithë thonin që presidenti real është Musk. Dhe Trump e merrte kudo, pranë familjes, bashkë me djalin e tij. Njeriu që e dhunoi Trump ishte Musk. Mënyra se si fliste dhe vishej në zyrën ovale. Ishte superior. Ndaj, mbas përplasjes me klyshën e Sorosit të thesarit, Musk do të largohej. Por unë them se këta dy burra e duan e dashurojnë Amerikën vendin dhe do t'ulin kokën. Trump do merret me Amerikën, Musk do të kthehet merret me perandorinë e bizneseve të veta. Ndërkohë, ju kam thënë që qershori është sezon dasmash. Nuk e dija, një mik nga Shqipëria më tha që në 14 qershor martohet Alex Soros, i cili ka qenë i martuar më parë me burr, me një nga këshilltarët e ndihmësit e Hillary Clinton, e cila ka qenë e martuar me një kongresmen skandaloz demokrat. Në dasmën e 3 ose të 4, 7 të fundit të George Sorosit plak, Rama ka qenë i ftuar, por ka qenë me fugën. A është rasti që është në 14 qershor New York? Do të zbresë në 12 qershor. Mendoja se do të ishte tek parada ushtarake e Donit në 14 qershor. Megjithatë, informacionet i kemi. Ne, jo do ta gjurmojmë, po do ta ndjekim vizitën private të tij. Edhe pse 2 ditë janë enigmatike. Ka një rregull protokollar që kurdo që vjen një funksionar i lartë, është i detyruar të njoftojë protokollin dhe Secret Service të marrë me detaje itinerarin e qëndrimeve të tij për t'i afruar në buroj si çdo funksionar i lartë, kryeministër apo president.
nis thjesht me një kërkesë nga ambasadori i tij, këtë e njoh nga përpoja ime dikur, nuk e bëra ndaj nanës. Dhe kështu dihen lëvizjet e tij. Nuk shpëton dot në të vend të madh. Por nuk është i vetmi që ka ardhur vizita private. A do të jetë aq skandaloz sa vizita të themi e Ramiz Alis, i cili me vete pa të marrë dhe ai djalin dhe për 2-3 orë janë zhdukur edhe Secret Service-it amerikan. Disa thonë që shkuan depozituan firmën të Chase Bank dhe mund të ketë pasur dhe takime me administratën e lartë amerikane, po jo me presidentin Bush. Por në atë takim, në atë zbritje që Ramiz Ali e pa të bërë këtu, është takuar me Shevardnadzen, siç thonë dhe Rama, mbas fitores në 2013 ka takuar Lavrovin. E kam thënë që ne urojmë që kryeministri ose presidenti shqiptar i cilës do parti që të vi, të punoj për vendin e tij. Rama na ka lënë shpesh shije të keqe, të këqija. Është takuar me krerët e ortodoksisë greke. Madje njëri prej tyre që njihet si janë shqiptar i madh, në Trumpin e parë, djali i tij i klerikut të lartë ortodoks, i cili është fotografuar me Ramën, ka qenë zëvendës shefi protokollit. Gjithashtu, siç kam thënë që ai udhëheqës, ai drejtues që thith investime në vendin e tij në Shqipëri, që ndalon largimin e njerëzve, duhet vlerësuar dhe duhet denoncuar, demaskuar, diskredituar, kur i largon mbi 1 milion vetë dhe kur miliona dollar të njerëzve të tij të oligarkëve të tij vijnë këtu. Ndaj ne nuk do të heshtim. Ju përshëndes. Kudo në Shqipëri.